Të nderuar televizionistë, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Prokurorë të përgjithshëm dhe special nga vendet e Ballkanit Perëndimor u mblodhën në Tiranë për të diskutuar mbi rritjen e bashkëpunimit në luftën ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kreu i SPAK Altin Dumani dhe prokurori i përgjithshëm Olsian Çela theksuan në rëndësinë e koordinimit rajonal përballë sfidave që po bëhen gjithnjë e më komplekse. Prokurorët të përgjithshëm dhe prokurori speciale nga vendet e Ballkanit Perëndimor janë mbledhur në një forum rajonal në kryeqytetin shqiptar ku në fokus është forcimi i bashkëpunimit në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, dy sfida madhore me të cilat përballet institucionet e drejtësisë në rajon. Kreu i prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar Altin Dumani u shpreh se këto fenomene nuk mund të luftohen në mënyrë të izoluar. Ai theksoi se bashkëpunimi i ngushtë me partnerët ka prodhuar rezultate konkrete duke mundësuar trajtimin e disa çështjeve të ndërlikuara që kanë përfshirë më shumë se një shtet. Kjo do të thotë më shumë hetime të përbashkëta, ndarje më e shpejtë e informacionit, besimi ndërsjellë mes prokurorëve dhe një vizion i qartë se gjeografia nuk e pengon, por e ndihmon partneritetin tonë. Përmes bashkëpunimeve me disa vende të rajonit, ne kemi parë këto rezultate konkrete. Nëse ka një element që ka bërë dallimin në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, është bashkëpunimi i shkëlqyer me Eurojust. Eurojust nuk është thjesht një agjenci e Bashkimit Evropian, por një nyje strategjike që na ka ndihmuar të kapërcejmë pengesat frenuese të bashkëpunimit ndërkombëtar. Për SPAK, ky bashkëpunim ka dhënë rezultate të prekshme. Përmes mbledhjeve të koordinuara, skuadrave të përbashkëta hetimore, kemi mundur të trajtojmë raste komplekse, të koordinojmë veprimet hetimore, duke shmangur vonesat dhe duke shtuar besimin reciprok institucional. Nga ana tjetër, prokurori i përgjithshëm Olsian Çela vuri në dukje se sfidat me të cilat përballet prokuroria në rajon janë shtuar pasi krimi është bërë më i sofistikuar, më i organizuar dhe më i koordinuar në nivel ndërkombëtar. Ka nevojë për një koordinim më të mirë së pari të veprimeve mes të gjitha agjencive ligjzbatuese në rrafshin kombëtar, në mënyrë që të harmonizohen aktivitetet hetimore dhe ritmi i tyre në raport me vendet e tjera që do të bashkëpunohen. Besoj se ka ende mjaft potencial të pashfrytëzuar në drejtim të përdorimit të mekanizmit të ngritur përmes projektit të drejtësisë penale në Ballkanin Perëndimor. Në forum diskutuai gjithashtu mënyra për përmirësimin e shkëmbimit të informacionit në kohë reale, zhvillimi i hetimeve të përbashkëta dhe forcimi i mekanizmave të sekuestrimit të pasurive të paluajshme. Pjesëmarrësit u angazhuan në thellësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional, duke theksuar rëndësinë e një fronti të përbashkët kundër rritjeve kriminale që operojnë përtej kufive shtetëror. Forumi në Tiranë konsiderohet një hap i rëndësishëm drejt krijimit të një strategjie rajonale më efikase në luftën kundër krimit dhe korrupsionit në Ballkanin Perëndimor. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar vendosi sot të mbajë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erion Velia. I avokatët e tij kërkuan ndryshimin e masës dhe ofruan garanci pasurore, por kërkesa u rrëzua nga gjykata pas shqyrtimit të provave të reja që ka paraqitur prokuroria. Në seancën e zhvilluar sot në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, trupi gjykues vendosi të mbajë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg ndaj kryetarit bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. Mbrojtja kërkoi ndryshimin e kësaj mase duke propozuar dhe garanci pasurore, por gjykata i hodhi poshtë kërkesat. Prokurori Olsi Dato gjatë seancës paraqiti për mbledhjen e informacionit 2 mujor të hetimeve, duke theksuar veprime të reja që ka ndërmarrë organi akuzës në këtë periudhë. Ai solli prova të reja përfshirë sekuestrimin e një apartamenti, i cili u konfirmua sot edhe nga gjykata e posaçme apelit. Kjo provë e re është pjesë e hetimeve që lidhen me ndryshime për fshehje pasurie. Në stadin e gjyqit mungoi Vetvelia, i cili u përfaqësua nga avokati i tij, ndërsa i pranishëm ishte edhe biznesmeni Elman Abule, i arrestuar në shtëpi i përfshirë në të njëjtën rast penal. Kryetari i Bashkisë së Tiranës hetohet për dyshime të korrupsionit pasiv në të paktën në 9 raste të ndryshme, ku dyshohet për përfitime të palishme në këmbim të favoreve. Përveç kësaj, akuzave së fundmi ndaj tij është ngritur dhe akuza për fshehje pasurie, duke e thedhuar dhe më tej kompleksitetin e çështjes. Erion Veliaj u arrestua me 10 shkurt me urdhër të gjykatës, që prej asaj kohe bëhet në paraburgim në ambientet e Durrësit. Ai ka kundërshtuar vazhdimisht në publik akuzat që janë ngritur, duke i cilësuar ato të pabaza dhe të motivuara politikisht. Ky proces gjyqësor ka marrë vëmendje të madhe publike dhe mediatike, pasi reflekton përpjekjet e drejtësisë për të luftuar korrupsionin në nivelet më të larta të administratës publike në vend. Vendimi i sotëm theksoi qëndrimin e gjykatës ndaj masave së sigurisë dhe vlerësimin e provave të paraqitura nga prokuroria. Seanca e ardhshme do të jetë vendimtare për vijimin e hetimeve dhe zhvillimin e mëtejshëm të çështjes.
Gjykata e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit të organizuar do të shqyrtojë me 20 qershor kërkesën e ish-presidentit Ilir Meta për zëvendësimin e masës së sigurisë arrest me burg. Avokati i tij ka dorëzuar kërkesën duke pretenduar se nuk ekzistojnë më kushtet ligjore për mbajtje në burg të kreut të Partisë së Lirisë, i cili akuzohet për disa vepra penale të rënda që lidhen me korrupsionin dhe pastrimin e parave. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do të zhvillojë të njëjtën me 20 qershor një seancë vendimtare për fatin e Ilir Metës, ku do të shqyrtohet kërkesa për zëvendësimin e masës së sigurisë arrest me burg në një mas më të butë. Kërkesa është dorëzuar nga avokati Kujtim Cakrani, i cili ka argumentuar se kushtet ligjore që justifikojnë mbajtjen e Metës në burg nuk qëndrojnë më. Në dokumentin zyrtar të depozituar në GJKK, mbrojtja kërkon që masa e arrestit të zëvendësohet me një tjetër që parashikon nga kodi i procedurës penale, pa specifikuar se cilën konkretisht. Seanca pritet të drejtohet nga gjyqtari Erion Çela. Ilir Meta u arrestua me 21 tetor të vitit kaluar dhe ndodhet në burg për disa akuza të ngritura nga prokuroria e posaçme që përfshin korrupsion pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike, falsifikim dokumentash zyrtare dhe pastrim parash. Hetimi ndaj Metës dhe bashkëshortes së tij, deputetes Monika Kuremadhe, i lidhen me një sër veprime të dyshuara korruptive, kryera gjatë periudhës 15 vjeçare përmes favorizimit të kompanive private, lobimit në SBA dhe shitblerjeve të pasurive të paluajtshme. Dyshimet përfshin edhe mosdeklarimet e këtyre të ardhurave në institucionet përkatëse si ILDKPI dhe KQZ. Nga ana tjetër, Kuremadhi ndodhet në masën e detyrimit për të paraqitur, e cila u caktua nga GJKK me 23 tetor 2024. Ajo po hetohet për pastrim parash, korrupsion dhe mosdeklarim të pasurisë. Masa e njëjtë është vendosur edhe për të hetuarën Ema Çoku. Në të njëjtën çështje, ish funksionari Piro Xhixho, i cili akuzohet për korrupsion pasiv, ka përfituar lehtësim të masës nga arrest në shtëpi në detyrim paraqitje. Të gjithë personat në masë sigurie me detyrim paraqitje janë të detyruar të paraqiten një herë në muaj pranë policisë gjyqësore të SPAK, ndërsa hetimet për dosjen vijojnë intensivisht. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka shpadur të fajshme Glantina Zeren dhe 4 persona të tjerë në një rast të rëndësishëm që lidhet me shkeljen e barazisë në procedurat e tenderave. Ata u dënuan me nga 6 dhe 8 muaj burg pa përfituar pezullimin e dënimit apo masa alternative si shërbim në komunitet. Në një vendim të prerë, gjykata e posaçme ka shpallur pafajshëm me Glantina Zeren, Riviola Baxhën, Enkelida Qytën, Bruno Koçin dhe Kristo Zhalatin për përfshirje në shkelje të barazisë në tendera në një procedurë që daton nga viti 2019. Sipas akuzës, këta persona kanë krijuar avantazhe dhe privilegje të padrejta për 2 operator ekonomik fitues në tenderin me objekt rikonstruksion i sheshit të parkimit e Selman Stërmasi, një procedurë e zhvilluar me 1 tetor 2019. E Glantina Zeren, në cilësinë e titullare së autoritetit kontradiktor Tirana Parking, një institucion në varësinë e Bashkisë Tiranë, bashkëpunoi me anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, Riviola Baxha, Enkelida Qyto dhe Bruno Koçi, si dhe anëtar të njësisë së prokurimit Kristo Zhulatin për të favorizuar në mënyrë palishme 2 kompanit, VAS Construction SHPK dhe Roku Gues SHPK. Gjykata ka dënuar Glantina Zeren me 8 muaj burg, ndërsa të tjerët me nga 6 muaj burg secili. Në këtë rast, trupi gjykues nuk pranoi asnjë nga kërkesat për pezullimin e dënimit me burg në shërbim prove apo alternativa të tjera si punë në komunitet, duke vendosur që masat të ekzekutohen në mënyrë të plotë. Ky vendim nënvizon angazhimin e institucioneve të drejtësisë për të luftuar korrupsionin dhe shkeljet e parimeve të barazisë në proceset publike, duke angazhuar një mesazh të qartë për ata që përpiqen të favorizojnë subjekte të caktuara në tendera në dëm të konkurrencës së ndershme. Gjykata e Fierit mban sot seancën për shqyrtimin e kërkesës së ish-deputetit Partisë Demokratike Ervin Saliani, i cili është dënuar me 1 vit burg për kallëzim të rrem. Saliani ka kërkuar që dënimi të zbutet dhe të lirohet me kusht, ndërsa vendimi do të jetë kyç për fatin e tij ligjor. Ish-deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani është përballur me një vendim të gjykatës së Fierit, e cila e ka dënuar me 1 vit burg për veprën penale të kallëzimit të rrem. Ky dënim ka ardhur pas një procesi gjyqësor të gjatë ku Saliani është akuzuar për paraqitjen e pretendimeve të pavërteta dhe shpifjeje gjatë një çështjeje që ai kishte ngritur në mënyrë publike dhe në institucionet e drejtësisë. Në seancën që do të mbahet sot në gjykatën e Fierit, Saliani do të paraqisë kërkesën për lirim me kusht, duke argumentuar se dënimi në burg është i tepruar dhe se ai duhet të përfitojë nga mundësia ligjore
ligjore për zbutjen e masës. Avokatët e tij kanë theksuar se klienti ka pasur sjellje të mirë gjatë gjithë kohës, nuk paraqet rrezik për shoqërinë dhe se ky vendim do të ishte një masë e ashpër që ndikon jo vetëm në të, por edhe në familjen e tij. Kjo kërkesë për liri me kusht ka rëndësi të veçantë, pasi në rast të refuzimi Saliani do duhet të vuajë dënimin në burg duke rikthyer kështu në qëllit e sistemit penitenciar. Nëse gjykata e pranon kërkesën, ai mund të vazhdojë jetën jashtë ambienteve të paraburgimit me disa kushte që do të përcaktohen nga drejtësia. Çështja penale ndaj Salianit ka marrë vëmendje të madhe në opinionin publik dhe mediatik, duke e parë si një nga rastet më të ndjekura ku përplaset politika dhe drejtësia në vend. Vetë ish deputeti ka kundërshtuar në vazhdimsi akuzat, duke e cilësuar këtë proces si një përpjekje për të heshtur zërin dhe për të penguar aktivitetin e tij politik dhe qytetar. Në mbrojtjen e tij, Saliani ka theksuar se çdo veprim i tij ka qenë brenda kornizave ligjore dhe akuzat kundër tij janë të pabaza dhe të motivuara politikisht. Ai është shprehur se do të vazhdojë betejën ligjore për të dëshmuar pafajësinë dhe për të rikthyer besimin e publikut në drejtsinë e paanshme. Gjykata e Fierit pritet të marrë një vendim që do të jetë përcaktues për fatin e ish deputetit dhe do të pasqyrojë në një farë mënyre edhe klimën e përgjithshme të drejtësisë në vend, sidomos kur bëhet fjalë për figura publike dhe ish politikan me ndikim. Në kuadër të hetimit ndaj kryebashkiakut të pezulluar të Tiranës Erion Veliaj, prokuroria e posaçme ka thirrur për dëshmuar Plaren Drecën në cilësinë e personit që ka dieni për rrethanat e hetimit. Ai pritet që të japë sqarime lidhur me procedurat që lidhen me kontratat dhe prokurimet që janë bërë objekt hetimi. Deputeti socialist, emri i së cilit është bërë publik deri në përfundimin e hetimeve, është paraqitur sot në seancën e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ku po vazhdon procesi gjyqësor ndaj tij për akuzat e lidhura me abuzimin e tenderave publik. Hetimet e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për dosjen ndaj kryetarit të pezulluar të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ka hyrë në një fazë të re. Burimet zyrtare konfirmojnë se është thirrur për dëshmuar Plaren Dreca në cilësinë e personit që ka dieni për çështjen. Thirrja ndaj Drecës se vjen si pjesë e hetimeve të thedhuara mbi dyshimet për korrupsion pasiv, shpërdorim detyre dhe fshehje pasurisë në disa kontrata dhe procedura tenderimit të thedhuara nga Bashkia e Tiranës në vitet e fundit. Ai pritet të japë informacion mbi praktikat e ndjekura dhe vendimarrjen e procesit të prokurimit publik. Burime nga SPAK bëjnë me dije se dëshmia e Drecës mund të ndihmojë në sqarimin e disa veprimeve administrative që nuk kanë qenë objekt shqyrtimi hetimor, sidomos në rastet ku pretendohet favorizimi i operatorëve të caktuar ekonomik. Dreca, i cili ka mbajtur funksionet të rëndësishme në administratën publike dhe është i njohur për angazhimin e tij në fushën e ligjit, është ftuar nga hetuesit si person që mund të ndihmojë në sqarime teknike dhe procedurale, pa qenë aktualisht i dyshuar apo i akuzuar. Ndërkohë, Erion Veliaj ndodhet në masën e sigurisë arrest me burg që nga data 10 shkurt 2025, pas një urdhri të lëshuar nga GJKO për hetime mbi të paktën në raste të dyshuara korrupsioni dhe pasuri të pajustifikuara. Ai ka mohuar akuzat në mënyrë të përsëritur dhe ka kërkuar zëvendësimin e masës së sigurisë, ndërsa mbrojtja e tij ka ofruar dhe garanci pasurore. Hetimet e SPAK-ut mbeten aktive dhe pritet që persona të tjerë të thirren për të dhënë dëshmi, ndërsa ende nuk është bërë publik në një vendim për ngritjen e zyrtare të akuzës ndaj Veliajt apo të përfshirjes së personave të tjerë në hetim. Partia Demokratike ka ngritur pretendime për parregullsi në 2 komisionet zonale të administrimit të zgjedhjeve në qytetin Elbasani, duke folur për fenomenin e njohur si treni bullgar. Ndërkohë në Pallatin e Sportit Farie Hoti vazhdon procesi i rinumërimit të votave me disa qendra votimi për të garantuar transparencën dhe saktësinë e rezultatit përfundimtar. Në qytetin e Elbasanit, Partia Demokratike ka bërë publike pretendime serioze për shkelje dhe manipulim në 2 KZZ të rëndësishme, duke i quajtur situatën treni bullgar. Ky term përdoret për të përshkruar rastet kur vota masive nga një zonë tjetër transferohet në mënyrë të palishme në favor të një partie të caktuar, duke shtuar kështu dyshimet për manipulim të zgjedhjeve. Sipas PD-s, në këto 2 KZZ janë konstatuar provat mjaftueshme për parregullsi në numërimin dhe administrimin e fletëve të votimit. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike kanë kërkuar ndërhyrje të menjëhershme dhe kanë apeluar për rinumërim të detajuar në të gjitha qendrat që lidhen me këto komisione. Procesi i rinumërimit ka nisur prej disa ditësh në Pallatin e Sportit Farie Hoti në Elbasan, ku komisionet e zgjedhjeve po kryen me kujdes rinumërimin e fletëve të votimit nga disa qarqe zgjedhore. Ky proces synon të sigurojë transparencë dhe besueshmëri ndaj rezultatit final në një situatë ku tensionet politike dhe dyshimet për manipulime kanë marrë hov. Komisionerët nga partitë kryesore janë të pranishëm në proces, ndërsa vëzhgues pavarur monitorojnë çdo fazë për të shmangur çdo shkelje apo anomali gjatë
numërimit. Në reagimet e tyre, strukturat e Partisë Demokratike kanë paralajmëruar se do të vazhdojnë ndërroncime dhe do të kërkojnë që drejtësia të marrë në shqyrtim këto pretendime, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së integritetit të procesit zgjedhor dhe besimit të qytetarëve në institucione demokratike. Nga ana tjetër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe autoritetet përkatëse kanë bërë thirrje për qartësi dhe respekt të procesit, duke siguruar se çdo shqetësim apo pretendim do trajtohet në përputhje me ligjin dhe procedurat përkatëse. Mbi 27.000 maturantë u nënshtruan këtë të martë provimit të matematikës, pjesë e ciklit të provimeve për maturën shtetërore. Ky ishte testimi i tretë pas atij të gjuhës shqipe dhe asaj të gjuhës huaj, ndërsa provimi nisi në orën 10 në të gjithë shkollat e vendit. Maturantët e vitit 2025 u përballën me sfidën e tretë të provimit shtetëror të matematikës, ku mbi 27.000 nxënës nga të gjitha rrethet u paraqitën në shkolla të pajisur me dokumentin e identifikimit dhe plotësisht të përgatitur për testim. Provimi nisi rreth orës 9 dhe nxënësit u nënshtruan një kontroll rigoroz për të parandaluar përdorimin e pajisjeve të ndaluar si telefona celular apo orët inteligjent, të cilët nuk lejohen në ambientet të provimit. Kjo fazë e testimit zgjati 2 orë e 30 minuta, gjatë së cilës maturantët duhet të tregonin njohuri dhe aftësitë e tyre në fushën e matematikës. Fatkeqësisht, si në provimin e përparshëm, edhe në këtë herë, pas nisjes së testit u publikua pa autorizim në rrjetet sociale disa pjesë të tezës, duke shqetësuar autoritetet dhe duke nxitur reagim për ruajtjen e integritetit procesit. Në 24 qershor do zhvillohet provimi i fundit i këtij cikli, ai lëndës me zgjedhje që përfshin një gamë të gjerë fushash, duke përfshirë shkencat natyrore, shoqërore dhe artet. Ky provim pritet të jetë vendimtar për notën përfundimtare të maturës dhe rrjedhimisht për rrugën e mëtejshme akademike të nxënësve. Qendra e shërbimit arsimor vazhdon të jetë përgjegjëse për hartimin, administrimin dhe vlerësimin e provimeve. Ajo siguron që çdo hap i këtij procesi të zhvillohet në mënyrë transparente dhe korrekte, në mënyrë që të garantohet besueshmëria e rezultateve. Për të ndihmuar nxënësit në përgatitjen e tyre janë shpërndarë edhe testet modul, të cilët kanë shërbyer si një mjet praktikimi për orientim. Deri më tani kanë dalë rezultatet vetëm të provimit të gjuhës së huaj, ku mbi 27.000 maturant, 399 kanë ngelur, 216 kanë marrë notë maksimale, 10, ndërsa nota mesatare e këtij testi ishte 7.8. Nxënësit dhe familjet e tyre shpresojnë që edhe në provimin e matematikës të shfaqin performancë të lartë, ndërsa institucioni arsimor po monitoron me kujdes të gjitha zhvillimet për të garantuar një proces të drejtë dhe të besueshëm. Në prag të sezonit veror, policia e shtetit ka marrë masa të shtuar për të garantuar sigurinë dhe rendin në zonat bregdetare, liçenore dhe lumore, si dhe për të lehtësuar fluksin e turistëve në pikat kufitare. Përmes një plani të detajuar, forcat e rendit do të ushtrojnë kontrolle të rrepta për parandalimin e aksidenteve, veprimtariveve kriminale, si dhe për respektimin e orarit të ndalimit të muzikës në ambiente publike. Policia e shtetit ka intensifikuar masat e sigurisë dhe kontrollit në të gjithë territorin kombëtar në prag të sezonit turistik 2025, duke vendosur në funksion një strategji të fokusuar në mbrojtjen e qytetarëve dhe turistëve, si dhe ruajtjen e ambientit natyror dhe zonave turistike. Ndryshe nga viti i kaluar, kur shërbimi policor 12 orësh funksiononte në të gjithë zonat turistike, këtë vit ky shërbim do të aplikohet vetëm në zona bregdetare, ku fluksi i turistëve është më i lartë. Në funksion të këtij plani janë angazhuar 10 automjete dhe motomjete për patrullimin dhe reagim të shpejtë. Në zonat e plazhit, patrullat do të përbëhen nga punonjës policie me bicikleta, të cilat do të kenë akses më të lehtë në territoret e plazheve, si dhe nga njësia policore detare e specializuar për monitorimin e aktivitetit të lundrimeve dhe ndëshkimin e lundrimeve të rrezikshme brenda zonave të ndaluara. Një tjetër mjet i avancuar që do të përdoret për kontrollin e perimetrit të sigurisë në plazhe janë dronët, të cilët do të sigurojnë mbikëqyrje ajrore dhe reagim të menjëhershëm në rast incidentesh apo shkelje të rregullave. Për të përballuar edhe fluksin e shtuar të turistëve, në pikat e kalimit kufitar, policia ka shtuar sportele dhe burime njerëzore, duke përmirësuar kështu menaxhimin e rrjedhjes së udhëtarëve dhe duke reduktuar pritjet e gjata. Kjo masë është e rëndësishme sidomos për sezonin e lartë turistik, ku presioni ndaj pikave kufitare është maksimal. Në kuadër të masave për rregullimin e trafikut, policia njofton se nga data 16 qershor deri në datën 15 shtator 2025, qarkullimi i mjeteve të rënda të transportit të madrave do të kufizohet gjatë fundjavave dhe ditëve të pushimit zyrtar, me qëllim shmangjen e bllokimit dhe rritjen e sigurisë në rrugët turistike. Gjithashtu, vijon operacioni Plazhi i Lirë për ndërhyrje të vazhdueshme për lirimin e hapësirave bregdetare të zaptuara në mënyrë të palishme, me qëllim garantimin e aksesit të lirë për qytetarët dhe turistët në plazhe.
Në kuadër të plan operacionit plazh i lirë, shërbimet e Komisariatit të Policisë Kavaj kanë vijuar kontrollet përgjatë vijës bregdetare duke hequr dhe sekuestruar çadra e shezlong të vendosur pa leje në hapësirat publike. Gjatë një kontrolli në Golem u sekuestrua 1900 komplete me çadra dhe shezlong, ndërsa është nisur procedimi penal ndaj një shtetësie nga Tirana. Në kuadër të masave për garantimin e lirimit të hapësirave publike përgjatë vijës bregdetare, shërbimet e Komisariatit të Policisë Kavaj kanë vijuar me intensitet plan operacionin plazh i lirë. Ky plan ka për qëllim parandalimin dhe ndëshkimin e veprimeve të palishme të zënjes së hapësirave publike nga subjektet private ose pushues, të cilët vendosin çadra, shezlong apo objekte të tjera pa leje, duke penguar qarkullimin dhe përdorimin e lirë të plazhit për të gjithë qytetarët. Gjatë kontrollit të zhvilluar së fundmi në 2 pika kryesore të bregdetit Golemit, policia ka konstatuar dhe sekuestruar gjithsej 1900 komplete me çadra dhe shezlong të vendosur në mënyrë të palishme. Në mesin e personave të përfshirë është një shtetas me iniciale LS, banues në Tiranë, i cili pretendon se dispononte leje për shfrytëzimin e hapësirave, por hetimet e policisë zbuluan të kundërtën. Për këtë arsye, materialet janë referuar në prokurim pranë gjykatës së rrethit Kavaj dhe ndaj saj është nisur procedimi penal në gjendje të lirë. Uniformat blu theksojnë se kontrolli do të vijojë gjatë gjithë sezonit turistik veror në të gjithë zonat bregdetare në jurisdiksionin e tyre. Objektivi është që hapësirat publike të sigurohet lirshmërinë të pushuesve dhe turistëve, duke garantuar rendin dhe qetësinë, si dhe respektimin e ligjeve nga subjektet që kryejnë aktivitetet në zona turistike. Policia gjithashtu do të monitorojë respektimin e normave të sigurisë dhe do të ndërhyjë në ndalimin e çdo veprimtarie që mund të ndikojë negativisht në cilësinë e sezonit turistik. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 18 qershor 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti do të paraqitet me alternime kthjellimesh dhe vranësirash, ndërkohë që gjatë pasdites priten rreshje të her pas hershme lokale, kryesisht në zonat malore dhe verilindore të vendit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 17 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri në 33 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim mesatar 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 17 deri në 31 gradë Celsius. Kukës 17 deri në 30 gradë. Peshkopi 17 deri në 30 gradë Celsius. Tiranë 17 deri në 33 gradë. Durrës 18 deri në 32 gradë Celsius. Kavaj 18 deri në 33 gradë. Elbasan 17 deri në 33 gradë. Berat 17 deri në 33 gradë Celsius. Korç 16 deri në 29 gradë. Vlorë 18 deri në 32 gradë. Gjirokastër 18 deri në 33 gradë Celsius. Sarand 18 deri në 31 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 18 qershor 2025 do të karakterizohet nga mot me kthjellime dhe vranësira të përkohshme. Në orët e pasdites priten rreshje të dobëta lokale dhe mundësi për ndonjë rrebesh të izoluar afatshkurtër në zonat jugore dhe jugperëndimore. Temperatura minimale do të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri në 32 gradë Celsius. Era do të fryjë me shpejtësi 2 deri 6 metër për sekond nga drejtimi veriperëndimor verilindor. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic 14 deri në 32 gradë Celsius. Podujev 15 deri në 31 gradë Celsius. Skënderaj 14 deri në 31 gradë. Pej 15 deri në 32 gradë Celsius. Prishtinë 15 deri në 32 gradë Celsius. Gjakov 15 deri në 32 gradë. Malishev
15 deri në 31 gradë. Gjilan, 14 deri në 31 gradë Celsius. Ferizaj, 15 deri në 31 gradë. Kaçani, 15 deri në 31 gradë. Suharek, 16 deri në 31 gradë Celsius. Prizren, 15 deri në 32 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim.